Përshëndetje, lojrat e 15 kombëtare të Kinës po mbahen në stadiumet në zonën e madhe të gjirit Guangdong, Hong Kong, Macau. Procesi i blerjes së biletave ishte po aq sfidues sa përpjekja për të siguruar një bilet për finalet e nodit në lojrat olimpike. Më shumë se 5 milion bileta u shitën shpejt në internet. Për lojrat ku Kina ka më shumë sportistë të nivelit botëror si ping-pongu dhe rritja, biletat u shitën brenda 20 minutash dhe disa madje brenda 1 minute. Lojrat kombëtare janë aq të njohura jo vetëm për shkak të nivelit të lartë të sportistëve, por më e rëndësishmja sepse gjithnjë më shumë kinezë po marrin pjesë në stërvitje fizike dhe sporti po bëhet një pjesë e pamundueshme në jetën e përditshme të gjithnjë e më shumë prej tyre. Në parqe, në palestra, në rrugë, kudo mund të gjeni njerëz që janë duke bërë stërvitje. Në të njëjtën kohë, vitaliteti i industrisë sportive të Kinës është nxitur ndjeshëm duke u bërë një forcë e rëndësishme që nxit rritjen e konsumit dhe zhvillimin ekonomik. Qyteti Wuhan, që nga shtatori i këtij viti, nëpërmjet organizimit të 83 veprimtarive ndërkombëtare e kombëtare, përfshirë turneun e tenisit Wuhan Open, dhe dhënies së 10 milion juanëve subvencioneve, ka tërhequr më shumë se 1.9 milion pjesëmarrës dhe ka realizuar një konsum sportiv me vlerë 97.16 milion dollar amerikan, 30% më shumë në krahasim me vitin e kaluar. Në këtë vallë entuziazmi sportiv, sportet në natyrë janë më të parapërqyera. Të dhënat statistikore tregojnë që vjet konsumi në internet për sportet në natyrë i kaloi 41 miliard dollar amerikan, duke mbulluar afërsisht 200 milion njerëz. Ndërto sportet ujore kanë mbi 120 milion praktikues me një madhësi tregu që arrin në 61 miliardë yuan, duke shënuar një rritje prej 18.7%. Sportet e tjera si peshkimi, frisbee dhe skit po lullëzojnë gjithashtu me afërsisht 150 milion të apasionuar pas peshkimit dhe 3 milion pas frisbeet në mbar vendin, duke pasur mbi 1500 klube profesioniste përkatëse. Furnizimi i tregut po pasurohet vazhdimisht me pajisje të larmishme që mirëpriten nga konsumatorët. Deri në qershor të këtij viti kishte 335.000 ndërmarrje të lidhura me sportet në natyrë në të gjithë vendin, duke shfaqur zhvillimin e shpejtë të industrisë. Për të promovuar zhvillimin e vazhdueshëm të këtij momenti pozitiv, Kina kohët e fundit ka publikuar udhëzime sistematike politikash. Në 5 vitet të ardhshme, Kina do të shtojë mbështetjen për ndërtimin e parqeve tematike sportive, rrugëve të ecjes dhe fushave të futbollit, basketbollit dhe objekteve të tjera sportive. Konkretisht, do të ndërtohen ose rinovohen 10.000 parqe sportive të reja, 5.000 qendra publike fitnessi dhe 3.000 qendra fitnessi në lagje. Ndërkohë, qeveria propozoi që deri në vitin 2030 të krijohen një numër ndërmarrjesh të veprimtarish sportive me ndikim global, duke quar vlerën përgjithshme të industrisë sportive në 985 miliard dollar amerikan. Nga konsumi i nxitur nga ngjarjet sportive vendore dhe pjesëmarrja e gjerë e publikut në sportet në natyrë dhe më pas të mbështetja strategjike në nivel kombëtar, sportet jo vetëm që janë bërë një mënyrë e rëndësishme për njerëzit që të ndjekin një jetë të shëndetshme, por gjithashtu i kanë dhënë hovë të vazhdueshëm zhvillimit të ekonomisë së dytë botërore.